Eric Wend kishte shkuar i përgatitur në përballjen e tij të parë me senatorët e Komisionit Jashtëm të Kongresit Amerikan. Generali me 3 yje, propozuar nga presidenti Trump si ambasador i ri amerikan në Tiranë, u duke informuar për gjithçka dhe në detaje për Shqipërinë. Dhe që në fjalit e para dha një goditje thuajse fatale për një palë politike në Tiranë. Wend e quajti portin e ri të Porto Romanos një pikë të jashtëzakonshme strategjike dhe kyç për interesa tregtare dhe sigurisë për Amerikën dhe jo vetëm. Në këtë mënyrë, Eric Wend, edhe pa u konfirmuar dhe pa ardhur në Tiranë, i rrëzoi Sali Berishës dhe nevojtorëve të tij mediatike majtas dhe djathtas 2 teza: Porto Romanon dhe portin e ri të jateve në Durrës, që po ngrihet në vend të portit vjetër. E shkatroi ashtu siç ndoshta në kohën e tij si ushtarak godiste një anije armike me një tundje të prerë të kokës. Eric Wend u tregua një diplomat i shkëlqyer kur i dha një përgjigje të bukur të diplomatike, sigurisht provokimit të një senatori demokrat i cili akuzoi diplomat amerikan se po mbështesin interesa private i biznesit të familjes Trump. Një insinuat që lidhte kullën Trump në Beograd me investimin e fondit të drejtuar nga Jared Kushner në Sazan dhe Zvërnec. Wend tha: "Për mua, ato nëse janë biznese amerikane dhe unë do t'i mbroj si të tilla." Pra i preu rrugën dhe një teze tjetër se Edi Rama po mbieton duke i falur pa para një pjesë të Shqipërisë presidentit amerikan. Deri këtu ambasadori i ri Wend vijon dijen e paraardhëses të tij Yuri Kim, e cila po në këtë komision vite më parë foli për rritjet e bizneseve amerikane në Shqipëri. Sot Yuri Kim punon si drejtuese e lartë në një kompani të lartë amerikane, e cila tashmë është dhe prezente në Shqipëri. Ashtu si shumë investime amerikane e kanë çuar në mbi 40% rritjen e tyre në Shqipëri. Por politikisht vjemësia e Wend në linjën e Yuri Kim nuk premton asgjë të mirë te ata që shpresonin se Sali Berisha do të shite një ditë bardhë sërish në rrugën e Elbasanit. Dhe kjo nuk ka posaçërisht lidhje me non gratën, ditëlindjen e 5 të cilës Berisha e festoi dje, dhe me shumë gjas do ta ketë të shkruar dhe mbi gurin e tij të fundit. Por Wend ishte i qartë në një tjetër investim amerikan, reformën në drejtësi. Ai e quajti atë një sukses, pasi kështu rritet siguria e investimeve amerikane, çka sigurisht lidhet dhe me luftën kundër korrupsionit. Por ambasadori i ri amerikan si duket forcoi dhe linjën e re të Washingtonit lidhur me drejtësinë e re. Wend theksoi se Shtetet e Bashkuara duan një SPAC apolitik. Ai theksoi se sukseset e deri tanishme në luftën kundër trafikut ndërkontinental të drogave duhet vazhdojë, pasi kjo lidhet dhe direkt me sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Dhe këtu linja e re duket qartazi. Shtetet e Bashkuara duan një SPAC të fokusuar ndryshe nga sa është deri tani. Por çfarë do të thoshte ambasadori amerikan për një strukturë e cila heton direkt korrupsionin, pra politikën? Është ndryshim fokusi amerikan apo një tërheqëveshje nga Washingtoni ndaj një prokurorie që në vend ta hetojë politikën, po tenton ta komandojë atë? Për këtë do flasim sonte. Sigla.